Shpëtoi fqinjen e tij nga flakët, por ajo që mësoi pas kësaj e bëri më në fund milioner. Një histori e vërtet që të trazon shpirtin. Mirë se vini në kanalin ton. Sot do t'ju rrëfejmë një histori të pabesueshme që dëshmon se shpresa duhet të mos humbet kurrë dhe se mirësia ka gjithmonë shpërblimin e saj. William Drake, një adoleshent 16 vjeçar nga një lagje e varfër e Detroitit, Ohio, kaloi një nga momentet më të tmerrshme të jetës së tij. I u deshte përballej me një sfidë që do t'i testonte guximin dhe humanizmin dhe që do ta ndryshonte fatin e tij përgjithmonë. Ai u fut në flak për të shpëtuar një të moshuar, por e vërteta që zbuloi pasi doli nga spitali e la pa fjalë. A është kjo historia që do t'ju bindë se veprat e mira shpërblehen? Qëndroni me ne deri në fund për të zbuluar si ndryshoi jeta e Williamit brenda natës. William Drake ishte vetëm 16 vjeç kur jetoi një nga përvojat më të tmerrshme të jetës së tij. Student i ri, i cili jetonte në një nga lagjet më të varfra të qytetit të Detroitit, Ohio, u dëshmoi të gjithëve se për ulësia dhe guximi i një personi mund të ndryshojë plotësisht jetën e njerëzve që nga ana tjetër të ndryshojnë rrjedhën e historisë dhe mënyrën se si të tjerët e kuptojnë botën dhe si funksionon ajo. I riu William Drake jetonte një jetë të porulur dhe të qetë me nënën e tij Laura në një shtëpi të vogël në periferi të Detroitit. Willi kishte qenë gjithmonë thellësisht i vetëdijshëm për problemet financiare të familjes së tij dhe kufizimet që kjo do t'i shkaktonte në jetë. Pa një baba apo të afërm të ngushtë për t'u mbështetur, ai dhe nëna e tij Laura duhej të përballeshin me një realitet jashtëzakonisht mizor. Veçanërisht për ata, ngjyra e lëkurës e të cilëve është ndryshe nga pjesa tjetër, duke i detyruar ata të jetonin të marginalizuar në mënyrë të padrejtë dhe me frikë nga autoritetet. Edhe kështu, fakti që kishin pak para dhe burime të kufizuara për të jetuar nuk e kushtëzoi kur mënyrën e të qenit të djalit as dëshirën e tij për të jetuar dhe për të ndihmuar të tjerët sa më shumë që mundte. Për fqinjet dhe miqtë e tij, Willi ishte një lloj engjëll i mbrojtës, të cilit mund t'i drejtoheshin gjithmonë kur kishin probleme ose kishin nevojë për ndihmë me detyra të thjeshta të përditshme. Blerje, shëtitje me qend, blerje ilaçeve të tyre, madje edhe kositje e lëndinave të tyre dhe sigurimi që kopshti i tyre të mos dëmtohej. Këto ishin disa nga gjërat e shumta që Willi bënte për fqinjet e tij, pa kërkuar asgjë në këmbim. Të gjithë e donin atë dhe ai ishte thellësisht mirënjohës që jetonte i rrethuar nga një komunitet kaq i bashkuar dhe mbështetës. Por ajo që adoleshenti nuk mund ta kishte imagjinuar ishte se si fati do t'i kthente mirësinë e tij me fqinjet e tij, duke ndryshuar jetën e tij plotësisht brenda pak orësh. Si çdo ditë, Willi u ngrit në orën 7 të mëngjesit për të shkuar në shkollë. Ishte viti i tij i fundit dhe ai po bënte çmos për të përmirësuar transkriptin e tij dhe për të pasur një shans për të kualifikuar për bursat shtetërore. Nuk do të ishte e lehtë dhe ai e dinte se nëse nuk do të kishte sukses, nuk do të kishte zgjidhje tjetër veç se të haronte ëndrrën e tij për të qenë student kolegji dhe të ndiqte një karrierë që do ta ndihmonte atë dhe nënën e tij të dilnin nga varfëria dhe të jetonin një jetë më paqësore. Por Willi do të luftonte deri në fund, edhe nëse në fund gjërat nuk shkonin siç i kishte planifikuar. Nëna e tij tashmë ishte larguar për në punë. Punën e parë të ditës, kështu që Willi hëngri tasin e tij me drithra dhe qumësht për mëngjes në heshtje të plotë, ndërsa rishikonte shënimet e tij të matematikës. Willi ishte një adhurues i numrave dhe shkencës. Ai kishte fituar konkursin e shkencës të shkollës së mesme 3 vjet të rresht dhe mësuesit e tij nuk lodheshin kurrë së lavdëruari dhe i thoshin se duhej të vazhdonte të punonte shumë çdo ditë sepse e priste një karrierë shkëlqyer si shkencëtar. Ke një mendje të shkëlqyer, William. Nuk kam takuar kur një student kaq të përkushtuar dhe inteligjent sa ti. Mos u dorëzo, së shpejti gjithë përpjekja jote do të shpërblehet, jam i sigurt. Ishte kjo që i thoshte gjithmonë mësuesi i tij i shkencës, zoti Sharp, i cili tashmë e kishte shpallur veten si fansin e tij më të madh dhe një mik të mirë të Williamit. Çdo student tjetër në vendin e tij do të kishte qenë i sigurt dhe i relaksuar, duke ditur se kishte besimin e të gjithë mësuesve të tij dhe një rekord akademik të shkëlqyer, por William nuk ishte si pjesa tjetër e djemve të moshës së tij. Ai kur nuk u relaksua apo nuk mori asgjë të mirëqen, sepse nëse jeta dhe varfëria i kishin mësuar ndonjë gjë, ishte se shumë gjëra mund të ndodhin dhe të ndryshojnë jetën tënde në një moment. Kjo është arsyeja pse çdo ditë ai përpiqej të bënte më të mirën për të marrë nota të mira dhe për të përmirësuar performancën e tij.
Po atë pazite, pas mësimeve dhe pak para stërvitjes së tij me klubin e debatit të shkollës së mesme, qendra do të shpallte publikisht të marrësit e bursave të atij viti. Ishte një ditë e rëndësishme për të gjithë, ndoshta më e rëndësishmja për dikës së William. Por ai nuk bëri asnjë përpjekje për të vepruar normalisht dhe për të larguar mendimet negative nga mendja derisa erdhi koha për të ditur emrat e të përgdhelurve nga fati. Dhe për habine të gjithëve, emri i William Drake nuk ishte në atë listë të studentëve të privilegjuar që mund të gëzonin një bursë për të studiuar në një nga universitetet më të mira në vend. Will ishte vetëm një vend larg marrjes së saj. Kishte shumë konkurrencë dhe ai e dinte, por nuk mund të mos ndihej i zhgënjur kur e mori vesh. Viti tjetër do të marrish bursin. Will, mos u dekurajo. Thjesht duhet të kesh durim, i tha kreu i studimeve, duke u përpjekur ta ngushëllonte. Will i falenderoi profesorët e tij për solidaritetin e tyre dhe pranoi me dorëheqje vendimin e gjykatës. Pas klubit të debatit, në të cilin ai ishte mjaft i qetë dhe i pavëmendshëm, ai vendosi të shkonte në shtëpi në këmbë dhe të mos qëndronte për darkën festive për nder të marrësve të bursave. Ai ishte shumë i zhgënjur dhe nuk kishte dëshirë të shtirej se ishte i lumtur. Një sjellje e tillë nuk i ngjante atij, por edhe njerëzit më optimist kanë ditë të këqija dhe kanë nevojë të marrin kohë për të tretur lajmet e këqija. Por ajo që Willi nuk e dinte ishte se para se të mbaronte ajo ditë, ai do të duhej të përballej me një sfidë shumë të madhe se sa mosmarrja e një burse, një sfidë që do t'i provonte guximin dhe dashurinë për komunitetin dhe rezultati i së cilës do të ndryshonte rrjedhat e fatit të tij përgjithmonë. Normalisht, Willi merrte autobusin e shkollës për në shtëpi, por atë ditë ai kishte nevojë të ishte vetëm me mendimet e tij dhe bëri një shëtitje të gjatë derisa arriti në lagjen e tij në periferi të qytetit, dhe fal Zotit e bëri. Dielli po fillonte të perëndonte kur Willi ktheu cepin e rrugës së tij. Ishte qershor dhe vera tashmë po i fillonte të dukej rreth lagjes. Kopshtet e fqinjeve të tij ishin plot me lule që lëshonin një përzierje erërash që e bënte të ndihej mirë dhe të haronte përkohësisht lajmet e këqija që sapo kishte marrë. Je në shtëpi tani, je i sigurt tani, gjithçka do të jetë mirë, mendoi Willi, duke mbyllur sytë dhe duke thithur aromën e luleve që mbushte rrugën. Shtëpia e tij ishte në fund të rrugës. Ishte e fundit e një rreshti të gjatë ndërtesash të vogla me fasadë të lyer me të njëjtën ngjyrë dhe kopshte të vogla por shumë të mirëmbajtura. William njihte secilin nga banorët e atyre shtëpive dhe ndjente një ndjenjë të thellë përkatësie në atë komunitet të çmuar lagjeje që ai praktikisht e konsideronte si familjen e tij. Një familje e bukur që ishte gati të përjetonte një ngjarje tragjike brenda pak minutash dhe në të cilën William do të ishte pjesë. Ndërsa po ecte drejt fundit të rrugës, Willi ndjeu një erë të re që e bëri të kthehej instinktivisht. Ai ndaloi para rrugës dhe mori frymë thellë, por të identifikuar erën ishte erë druri i djegur. Në këtë kohë të vitit askush nuk ndes oxhakun. Si ka mundësi? Pyeti veten. Willi duke parë poshtë të dyja anët e rrugës dhe pastaj e pa atë, një kolon tymi të zi që ngrihej në qiell nga pas njerëz prej shtëpive. Ishte shtëpia e ngjitur me të tijen, shtëpia e zotit Anthony LaSalle, një plak i sjellshëm që Willi e njihte që nga fëmiria dhe e donte sikur të ishte gjyshi i tij. Mendimi i parë i Willit ishte për nënën e tij dhe shtëpinë e tij. Zjarri ishte vetëm pak metra larg dhe do të ishte e lehtë që të përhapet dhe të diqte shtëpitë të tjera. Por nuk kishte kohë për të ndaluar dhe për të llogaritur rreziqet dhe drejtimet e mundshme që mund të merrte zjarri. Nëse do të kishte ndonjë shans për të shpëtuar shtëpinë dhe më e rëndësishmja jetën e plakut, nëse ai ishte ende brenda, ai duhej të raponte pa vonesë. Me zemrën që i rrihte fort dhe mezi duke marrë frymë, Willi u fut me vrap drejt shtëpisë. Kur arriti në fund të rrugës, ai mund të shihte se si zjarri tashmë kishte filluar të përhapet në të gjithë shtëpinë dhe një pjesë të kopshtit. Pjesa tjetër e fqinjve tashmë kishin lënë shtëpitë e tyre dhe shikonin me tmerr ndërsa shtëpia e vogël prej druri po konsumohej nga zjarri. Duhet të therasim shërbimet e urgjencës, por nuk ka mbetur shumë kohë, bërtiti një nga fqinjet, duke marrë celularin e tij. Por Willi mund të mendonte vetëm një gjë, shpëtimin e jetës së Antonit. Në pjesën e pasme të shtëpisë ku zjarri nuk kishte arritur ende, ai mund të shihte se makina e plakut ishte e parkuar dhe kjo mund të nënkuptonte vetëm një gjë, plaku ishte brenda shtëpisë. Zoti LaSalle ishte 82 vjeç dhe kishte probleme serioze të lëvizshmërisë, kështu që ai merrte gjithmonë makinën e tij për të lëvizur edhe nëse ishte një udhëtim i shkurtër.
Duke pasur parasysh kohën e ditës dhe duke marrë makinën e tij të parkuar, Willy ishte i sigurt se plaku ishte brenda dhe duhet të ishte bllokuar në zjarr. Duhet të futemi në shtëpi, zoti Lasall është ende brenda, vërtiti Willy, një fqinj i cili kishte filluar të hidhte një me zorrën e kopshtit ujë, e shikoi me mosbesim. Nuk po mendon të futesh atje apo jo? Është vetvrasje, Will. Flakot po përparojnë shumë shpejt, vetëm një zerfikës mund të futet. Mos rreziko djalë, i bërtiti ai ndërsa përpiqej të shkuante zjarrin që rrethonte gardhin e kopshtit. Nuk mund të se zoti Antoni ka kohë të pres për departamentin e zjarrit, mendoj. Ata nuk do të arrijnë në kohë për ta shpëtuar atë, u përgjigj Willy duke parë me tmerr zjarrin që ngrihej me egërsi para tyre. Papritur mes kaosit, Willy dëgjoi një tingull që e bëri të dridhej. Ishte lehja e qenit të Antonit. Plaku ishte një bari gjerman, ai nuk e linte kur vetëm. E dëgjove, është lehja e Tomit, është qeni i zotit Lasall, thiri ai duke u afruar në shtëpi. Jo, Will, ndalo, paralajmëroi fqinji, por Willy tashmë kishte marrë mendjen. Ai as nuk kishte nevojë të mendonte për këtë, e dinte saktësisht se çfarë duhet të bënte dhe nuk ndaloi të mendonte për rrezikun që po merrte duke hyrë në atë shtëpi të djegur. Nëna e Willit sapo kishte ardhur në shtëpi nga puna dhe nxitoi atij ku ishin. Por nuk mund të bënte asgjë për të ndalur djalin e saj. William, jo, bir, ktheu, bërtiti zonja Drake, e dëshpëruar para flakëve. Por djali nuk mund ta ndëgjonte më. Ai sapo kishte kaluar në përderën e përparme dhe ishte tashmë në një rëmuj mobiljesh, tymi dhe flakësh që rrethonin gjithçka. Willy po ecte përpara, duke mbuluar gojen me këmishën e tij dhe duke kërkuar gjithandej zotin Lasall dhe qenin e tij. Ai vrapoi në dhomën e ndenjës, por nuk i gjeti. Ai gjithashtu arriti të hynte në kuzhinë, ku la të hapur një dritare përmes së cilës ai më vonë planifikoi të ratisej në kopsht. Në katin e parë të shtëpisë nuk kishte asnjë gjurmë të plakut, por lehja e qenit të tij mund të dëgjojë përsëri duke shpuar flakët. Willy u përqendrua duke u përpjekur të hamendësonte se nga vinte tingulli. Ishte shumë e vështirë sepse kishte gjithnjë më pak oksigjen. Ishte e vështirë të merrte frym dhe mezi shihte diçka, por më në fund ai arriti në përfundim se qeni dhe plaku mund të ishin vetëm në një vend në shtëpi, në katin e sipër. Ai ndoshta u ngjit atje për të strehuar nga zjarri. Kemi ende një shans, i tha Willy vetes duke u ngjitur në shkallët prej druri 2 nga 2 për të arritur në katin e sipër sa më shpejt që të ishte e mundur. Zoti Lasall, a jeni këtu? Jam Willy, fqinji juaj, kam ardhur t'ju ndihmoj të dilni, bërtiti Willy në mes të një korridori plot me tym të zi që e pengonte të shihte diçka. Askush nuk u përgjigj. As lehjen e qenit nuk e dëgjonte dot. Ai kishte ardhur shumë vonë. Sa kohë mund të qëndronte më në shtëpi pa rrezikuar jetën e tij? Ajri po bëi më i dendur dhe Willy ndjeu mushkëritë e tij duke u djegur me çdo frymëmarrje ajri, por ai nuk mund të dorëzoi, jo ende. Zoti Antoni ishte atje i pafuqishëm në zjarr. Ai nuk mund të imagjinonte se çfarë duhet të kalonte. Ai përparoi edhe disa metra dhe vazhdoi të bërtiste me gjithë forcën e tij në kërkim të plakut, por ende nuk mori asnjë përgjigje që do t'i jepte shpresë për ta gjetur dhe për ta nxjerrë prej andej të gjallë. Ai ishte gati të dorëzohej dhe të vraponte nga dritarja e kuzhinës, kur papritas dëgjoi diçka që i ngriu gjakun. Ishte zoti Lasall që kërkonte ndihmë nga fundi i sallës. Zëri i tij ishte mezi i ndëgjueshëm mes flakëve dhe zhurmës që bënte drurin ndërsa ngadalë po lëshonte dhe po shkëmoqej, por Willy nuk kishte asnjë dyshim për atë që kishte dëgjuar. Duke u ndjerë gjithnjë më i trullosur dhe duke u kollitur pa ndërprer, Willy bëri një përpjekje të fundit dhe arriti në fund të korridorit. Ai shtyu derën ose atë që kishte mbetur prej saj me bëryl dhe shkoi brenda. Ishte banjoja dhe zjarri kishte djegur praktikisht gjithçka. Willy arriti në flakë dhe shkeli perdet e dushit anësh, pikërisht siç kishte menduar. Aty ishte. Plaku ishte përkulur me disa peshqir të lagur pranë qenit të tij, të cilin e përqafonte fort duke u dridhur nga friga. Zoti Lasall, jam unë, Willy. A më dëgjon? Jam William Drake, fqinji juaj, kam ardhur t'ju nxjerr prej këtu, i bërtiti Willy duke i hapur peshqirin nga fytyra. William, a je ti? Oh, djalë, faleminderit, je një angel, tha zoti Lasall mbilot në sy. Plaku e shikoi me sy plot merr dhe William ndjeu se zemra i thehej. Pa hezitim, ai e mori plakun në krah dhe e kapi qenin nga litari për t'i çuar të dy jashtë. Nuk ishte e lehtë dhe William pësoi disa djegje ndërsa zbriste drejt kuzhinës, por nuk i bëhej vonë.
Përparësia e tij e parë ishte të mbronte plakun e varfër dhe të shpëtonte jetën e tij dhe të qenit të tij. Tom, vrapo, hidhu, i tregoi ai qenit, duke treguar dritarën e hapur të kuzhinës. Qeni ishte i lënduar dhe shumë i friksuar, por ai u binte dhe doli në kopsht. Aty tashmë i prisnin disa fëmijë dhe vazhdonin të hidhnin ujë për të shuar zjarrin. Edhe zjarfikësit kishin mbritur dhe filluan të spërkisnin pjesën e jashtme të shtëpisë me zorrat e tyre për të fituar akses në brendësi. Willy ishte në prag të fiktit dhe duke mbajtur plakun në krah e kishte lënë të raskapitur, por ai kishte ende pak energji për t'i shpëtuar të dy. Ai së pari mori plakun dhe vendosi atë në buzë të dritarës në mënyrë që ai të mund të lëshonte këmbët e tij në anën tjetër dhe të dilte në kopsht me ndihmën e një fëmijë. Pasi u sigurua që njeriu ishte i sigurt, Willy u nis të bënte të njëjtën gjë. Pikërisht kur ai ishte gati të hidhej nëpër dritare, çati e lëshoi dhe copa druri ran pikërisht atij ku ai qëndronte, duke e detyruar atë të shtanget në flak. Në atë moment, Willy ndjeu frikë të vërtetë dhe për herë të parë mendoi se nuk do t'ia dilte dhe se do të vdiste i bllokuar nga zjarri. Por ishte vetëm për një moment, sepse vullneti i tij për të jetuar ishte shumë i fortë për të kapërcyer nga frika. Ai u ngrit televizi drejt dritarës dhe u gjet nëpër të sa më mirë që mundte, duke rënë në anën tjetër dhe duke u ndjerë i sigurt në dyshemen e lagur të kopshtit, ku nëna e tij nxitoi drejti së bashku me një grup mjekësh dhe zjarfikësish. Gjithçka që Willy mund të dëgjonte ishte nëna e tij që bërtiste dhe pyeste nëse djali i saj ishte ende duke marrë frymë. Pastaj gjithçka u errësua dhe i riu ra në një gjumë të thellë. Kur u zgjua 2 orë më vonë, William ishte në barelën e spitalit dhe nëna e tij po flinte pranë tij në një koltuk. "Nën, çfarë ndodhi? Ku janë zoti Lasall dhe qeni i tij?" pyeti Willy, shumë i shqetësuar. Mjekët u thanë atyre se si i moshuar ashtu edhe qeni i tij ishin mirë dhe se ndërhyrja e Willyt ishte thelbësore për të shpëtuar jetën e tyre, pasi zjarfikësit nuk do të kishin mbërritur në kohë. Zjarri dogji të gjithë shtëpinë dhe një pjesë të kopshtit, por gjëja më e rëndësishme është se nuk kishte lëndime serioze apo viktima. Zoti Lasall tani po pushonte dhe është plotësisht jashtë rrezikut. "Ti ishe shumë i guximshëm, djali im. Nëse nuk do të kishe hyrë për ta marrë, ai ndoshta nuk do t'i kishte mbijetuar zjarrit." Zjarri ishte totalisht jashtë kontrollit dhe as zjarfikësit nuk guxuan të futeshin derisa të mund të vinin në kontroll, i tha mjeku i tij ndërsa e ekzaminonte. Nga ana e tij, Willy kishte vetëm lëndime sipërfaqësore dhe një helmim të lehtë për shkak të thithjes së tymit, kështu që mëngjesin tjetër ai u lirua nga spitali dhe u kthye në shtëpi për të pushuar. Por Willy ishte gati të merrte një surprizë të madhe kur u kthye në shtëpi, sepse kur ai dhe nëna e tij dolën nga makina, pan se dikush tashmë po i priste në derën e tyre. 2 burra të veshur me kostume të zeza shumë të zgjuara dhe që mbanin çanta lëkure u buzëqeshën atyre kur mbritën dhe informuan se duhej të ndanin disa dokumente me ta. "Kemi disa lajme shumë të rëndësishme për t'ju thënë. Ju lutemi, na lejoni t'ju shoqërim brenda dhe të flasim me qetësi për këtë", tha njëri nga burrat e uniformuar me një ton miqësor. "A kam bërë diçka të gabuar? A jeni avokat? Unë thjesht doja të shpëtoja jetën e fëmijës tim." Ishte shumë i friksuar Willy kur pa ata 2 burra të hynin në shtëpinë e tij. Të 2 burrat qeshën me reagimin e adoleshentit dhe nxituan të qetësonin. "Nuk jemi këtu për t'ju ndëshkuar, Willy, por për t'ju sjellë një dhuratë." "Nuk kemi asgjë për t'u friksuar", tha njëri nga burrat. "Një dhuratë nga kush?" pyeti Willy me sy të habitur. "Ne jemi avokatët e zotit Anthony Lasall dhe jemi këtu për t'ju sjellë përditësimin e fundit të testamentit të tij. Mendojmë se është e rëndësishme të lexoni dhe ta nënshkruani dokumentin sa më shpejt që të jetë mundur", i tha avokati duke ofruar një dokument. Willy dhe nëna e tij lexuan dokumentin në heshtje për disa minuta. Askush nuk tha asgjë. Kur William mbaroi se lexuari, ai shikoi nënën e tij për përgjigje, por ajo kishte të njëjtin shikim të habitur në fytyrën e djalit të saj. "Çfarë është kjo? A është kjo ndonjë lloj shakaje? Çfarë do të thotë ky dokument?" pyeti zonja Drake shumë e shqetësuar. Avokati buzëqeshi dhe me një zë të qetë e qetësoi. "Askush nuk po përpiqet të bëj shaka me ju apo djalin tuaj. Gjithçka në atë dokument është e vërtetë dhe sa po ta nënshkruani, ajo do të hyjë në fuqi menjëherë", tha ai. William beti pa fjalë. Nëse ajo që thoshte ai dokument ishte i vërtetë dhe ata burrat ishin vërtet avokatët e fëmijës të tij, njeriu që ai kishte shpëtuar nga zjarri disa orë më parë, jeta e tij ishte gati të ndryshonte përgjithmonë.
Por ky është një testament dhe është i vlefshëm vetëm kur një person vdes. Kjo do të thotë, prit një minutë, çfarë i ka ndodhur zotit Lasall? A ka vdekur? Mjeku më tha se ai do të shërohej, vërtiti William. Hej, mos u shqetëso. Zoti Antoni është në gjendje të përsosur dhe ishte ai vetë që hartoi këtë letër dhe më dërgoi në shtëpinë tuaj për t'ju njoftuar. Testamentet mund të trashëgohen edhe gjatë jetës nëse pronari e parashikon kështu që të gjitha përgjigjet për pyetjet tuaja janë të njëjta. Po, William, zoti Lasall ju ka dhënë një pjesë të pasurisë së tij në mënyrë që të mos keni kur nevojë të shqetësoheshit për para dhe studimet tuaja përsëri. Ju do të jeni në gjendje të studioni kudo që dëshironi dhe të jetoni në një shtëpi më të madhe. Është mënyra e tij për t'ju falenderuar për atë që bëhet për të. Shpjegoi avokati me qetësi. William ju deshën disa minuta për ta asimiluar atë, por pastaj e buzëqeshi dhe ndjeu një lumturi brenda tij që nuk e kishte ndjerë për një kohë të gjatë. Djali nënshkroi dokumentin pa hezitim dhe përqafoi nënën e tij fort. E dëgjove, nën? Nuk do të duhet kur të punosh në ato vende përsëri, kur nuk do të duhet të jesh jashtë shtëpisë gjithë ditën. Unë do të kujdesem për gjithçka, do të studioj dhe do të jap jetën e mirë që ke merituar gjithmonë. Tha William shumë i emocionuar. Ajo ditë ishte fillimi i një jete të re për William Drake dhe nënën e tij, një jetë pa shqetësime, në të cilën Willy mund të fillonte të studionte në universitete dhe nëna e tij të ndalonte së punuari 10 orë në ditë. Por mbi të gjitha, një jetë e lirë dhe e lumtur që na kujton se veprat e mira gjithmonë marrin shpërblimin e tyre dhe se nuk duhet ta humbim kurrë shpresën. Çfarë mendoni për mendimin e zotit Lasall? A është kjo një provë që heroi i heshtur gjithmonë shpërblehet? Ndani mendimet tuaja në komente më poshtë.